Faleminderit masfari për ftesën edhe për mundësinë me kontribu në kodrë të këtij debati. Përpara se me dal tek kjo pyetje që e parashtruat, po du me ndal tek pyetja paraprake që ndërlidhet me ato burime të cilat i kishte konsultuar zoti Gashi, do të thotë ose ashtu pretendonte në deklaratat e tij ose në shkrimet e tij në rrjetet sociale. Edhe ne kam marrë dhe kam analizu goxha mirë atë listën e cila paraqitet do të thotë nga zoti Gashi dhe te statusi i viktimës aty do të thotë askund nuk shkruan që personat të cilët do të thotë janë masakruar në burgun e Dubrovës dhe jo vetëm në burgun e Dubrovës, por edhe në vende të tjera në Kosovë, kanë qenë persona të armatosur. Pra këtu duhet të bëhet dallimi në mes të informacionit që e jep burimi, këtë rast informacionin ku e ka marrë zotri Gashi dhe interpretimin që e bën autori për një çështje të caktuar. Aty do të thotë statusi i viktimave është i ndarë në civil ose në ushtar, por asnjëherë nuk përmendet tek lista e re. Asnjëherë nuk përmendet do të thotë që ata kanë qenë të armatosur, ka qenë një keq lexim do të thotë nga ana e autorit, e cila pastaj ka pasu me një keq interpretim. Tashtu nuk mund të gjykoj a ka qenë i qëllimshëm apo autori i beson narrativës të cilën e ka kriju duke lexuar padyshim edhe burime të tjera që shkojnë në kodrë të kësaj fryme. Mirë po, do të thotë konkludoj mbi bazën e asaj se çka kam analizuar dhe çka kam po, se aty nuk figuron askund që një person i ekzekutuar në Dubrovë ka qenë i armatosur. Kjo ka të bëjë me listën e parë, sepse ekziston edhe një listë e Humanitarian Law Center, të cilën unë e pota rastin me e po sot. Nëse nuk gaboj takon dikun viteve 2011, muna me kon gabim tek çështja e vitit, dhe kur klasifikohen aty do të thotë statusi i viktimave, përfshin këtu edhe masakrën e Dubrovës, në gjuhën angleze janë të ndarë në civil dhe në armed formations, do të thonë formacione të armatosura. Megjithatë kemi të bëjmë për dy lista që në parim janë të njëjta, mirë po statusi i viktimave tek e vjetra e kemi pjesën armed formations, pra forca të armatosura, ndërsa tek e reja ndoshta e kanë modifikuar apo e kanë vrejt gabimin e tyre dhe viktimat janë ose civil ose ushtarak ose të kategorive tjera, mirë po asesi si grupe të armatosura. Tash son dikon të kthehem tek pyetja. Son dikon kjo do të thotë në narrativën historike. Kjo situatë ka nxjerrë në pa një fenomen që fatkeqësisht ka ekzistuar dhe po vazhdon me ekzistu në territorin shqiptar, konkretisht në shtetin tonë, sepse në momentin që kryesia e kuvendit e ka pranuar atë kërkesë për atë ekspozit që me u shfaq në sheshin kryesor të Prishtinës, atëherë ajo ekspozit duhet ju nënshtrohej një ekspertize shkencore në mënyrë që të evitohen këto gabime në numrin e viktimave, gabime që do të thotë kanë mujt me ik autorit, jemi njerëz dhe mund të gabojmë, do të thotë ndoshta edhe pa dëshirë. Mirë, po kjo nuk ka ndodhur. Do të thotë unë nuk po besoj që ai projekt ju është nënshtruar një ekspertize shkencore dhe si pasojë pastaj me ato gabime është vendosur në sheshin e Prishtinës. Çka vën pa kjo situatë vën pa fatkeqësisht mos koordinimin dhe mos bashkëpunimin e institucioneve shtetërore me institucionet shkencore në Kosovë. As nuk është kontaktuar dikush nga Departamenti i Historisë, as nuk po besoj që është kontaktuar dikush nga Instituti i Historisë apo Instituti Albanologjik, ose të paktën është dashur të kontaktuar dikush nga IKKL-ja, Instituti për krimet e kryera gjatë luftës, në mënyrë që ky projekt të paktën të dalë fillimisht në dorën e shkencëtarëve serioz dhe pastaj të aprovohet apo jo, sepse këtu kemi të bëjmë me fonde të taksapaguesve që janë qytetarë të Republikës Kosovës. Dhe gabimet të tilla nuk do duhet të lejoheshin. Çfarë filtra pra përveç këtyre do duhet që të përdoreshin, se ndoshta me hime bëhu lumtimin e krejt atij materiali është punë e madhe, por si kritere çka do duhet vendos tek kuvendi që thjesht mos me i ra në kurth kjo që ka ndodhur. Shiko, nuk është çështja vetëm tek kuvendi, sepse tash e keni pa ato që e përmenda edhe me zonën Çitaku, ata po thonë që ka pas një përpjekje që kjo ekspozit kaloj pra, duke i mashtruar anëtarë të tjerë të kryesisë, duke e prezantuar ndryshe si një ekspozit për masakra. Tash kjo çështje është çështje subjektive.
Pse është subjektiv? Sepse ne nuk e dim se çka ka ndodhur aty në atë mbledhje. Nuk kemi, do të thotë, një proces verbal të asoj mbledhje që mujt me pa, me analizu edhe me konkludu. Sa unë kom mujt me pa dhe sa unë kom mujt me analizu, ky vendim do shta është marrë, krijohen zakonisht nëpër ministritë e caktuara, komisione ad hoc, kur organizatat dërgojnë, do të thotë, projekte të tilla. Mirë, po nëse ju pyetni se çfarë kriteret duhet vendosen, për gjona të tilla është ma e pakta çka është dashur me bu Kuvendi i Republikës së Kosovës, është dashur me i kontaktu historianët që punojnë në institucionet shtetërore, pra marrin pagë nga shteti për këtë punë, në mënyrë që ta japin një ekspertizë shkencore, do të thotë në lidhje me projektin që është prezantuar në Kuvendin apo në kryesinë e Kuvendit të Kosovës. Sepse as kryetarja e Kuvendit të Kosovës, as nënkryetaria, as nënkryetari, as anëtarë të tjerë nuk janë historianë dhe rrjedhimisht na nuk mundem me i akuzu ata për gabimet në statistikat që kanë ndodhur në masakrat që se kanë bërë që punë me ndërtu mekanizma që mi verifiku se... Vetëm so për sqarim. Nuk mundesh me i akuzu për, do të thotë, në raport me ato se çka përmban projekti. Mundesh me i akuzu ose mundesh me i kritiku që nuk i kanë kontaktu institucione tjera, do të thotë që janë ekspert për këtë fushë. Paktën për nga informacionet që i kemi, askush nuk është kontaktu për me jep një ekspertizë shkencore për këtë ekspozit. Duhet ishte edhe si kriter që këto organizata që kanë kërku financim të kësaj ekspozite, t'jenë organizata që në faqet e tyre i kanë të gjitha raportet e auditorit të publikune. Na kemi bo një ullumtim dhe s'kemi zhjetë asë një raport të auditimit, thjesht për me pase nga financohen, çfarë projekte zhvillojnë, cila është puna e tyre. Pas kemi mujtë me zhjetë. Na folëm edhe ma heret për bardhësin e këtij projektit. Thjesht është njeriu që në secilën paraqitje publike, televizive, ka rëzu gur, mbi krejt figurat historike për 100 vjetë, për figurat që kanë shpallë pavarësinë e Kosovës, për cilin do veprim të ushtrisë lirimtare të Kosovës, apo të figura elitare të saj, ka bo përpjekje mbi 15 vjeçare për t'i inkriminu. Dhe ka deklarata që Kosovës për 20 vjetë nuk i kanë bon mazi Serbia në vitet 90-ta, se sa i kanë bo qëto figura, cilët e kanë shpallë pavarësinë e Kosovës edhe e kanë ndërtu Republikën e Kosovës deri shto. Thjesht na flasim për mandatimin ose për besimin e projektit në një njeri i cili se cilin deklarim e ka armiqësor që nga dy figurat të rëndësishme të lëvizjes për pavarësi, pastaj për kundërshtimin e Jugosllavisë, kur ne kemi mbetur të aneksuar nga mbretëria serbo-jugoslave, që nga Isa Bulitini dhe Azembejta i quan mërcenar. Thjesht këtë punë ja kam besu dikuj që se cilën e top të historisë, figurat që na i kemi, që ato janë figura, nuk kemi tjera, nuk ka pas mundësi populli i Kosovës, shoqënia shqiptare në Kosovë me prodhu figura më të mëdha. Dhe çato janë figurat që ne identifikohem me to. Edhe çato janë figurat tona historike dhe çato figura ai i përbalt në mënyrën më të poshtër. Mundet që nuk besoj në çatë format as historian serb që i kanë përbalt. Tash në rast se tia beson krejt çat projekt dhe sy mbyllazi voton në kryesitë Kuvendit. Në kryesitë Kuvendit, ta mund dalin thojnë sot nuk e kemi ditë. A mo thot populli aty nuk i runi bredelet, qësh për asni pun nuk për dini? Qësh për asni pun nuk për dini?